Policia e shtetit procedoi penalisht presidentin e klubit Apollonia, Koço Kokdhima, pas incidenteve të krijuara gjatë ndeshjes së kampionatit kombëtar të futbollit për femra mes Apollonisë dhe Gramshit, zhvilluar të martën në Fier. Ndaj Kokdhimës rëndon akuza veprime të dhunshme në aktivitete sportive. Presidenti i ekipit Fierak u fut në fushë në stadiumin Lonin Papuçiu në shenjë proteste për vendimet e gjyqtarit të takimit. Policia e Fierit sqaron se Koço Kokdhima debatoi dhe shtyu me duhur arbitrin e sfidës Dorian Melataj. Veç presidentit e Apollonisë në fushë gjatë momenteve të tensionit u futën edhe zyrtarë të tjerë të klubit Fierak. Ndeshja mes Apollonisë dhe Gramshit, dy ekipe pretendente për titullin kampion tek femrat, u ndërprej për gati 25 minuta pas incidenteve, ndërsa pas rinisjes së saj ishte Apollonia që fitoi 1-0. Futbolli shqiptar është i mbushur me episode të kësaj natyre, por në pak raste ka ndodhur që të degradojnë në situata të tilla edhe ndeshjet e futbollit të femrave. Rasti më flagrant ishte në nëntor të vitit 2023 në duelin Tirana-Vllaznia, ku pati një përleshje masive mes lojtarëve dhe stafeve të dy ekipeve.